deri në vitin që deri këtë vit. Tani është rrotulluar gjithmonë 580, 650, okej, 700. Tani, si mundet? Kjo është pyetje për politologët, por unë kur një fenomen nuk arri do ta shpjegoj me arsyetim politik, atëherë këtu hynë elemente të tjerë në arsyetim. Si mundet që ky popull me statistikat të vetë të Republikës Shqipërisë jeton 50% në varfëri, është 50% në varfëri populli shqiptar, arrin që të votohen 3 herë rresht, madje me rritje një qeveri. Unë mund të pranoj që opozita nuk është tërheqëse, mjaftueshëm, sa për të marrë, për të shku tek 650.000 vota. Por, që kjo parti, nga piku i saj politik që është 2013, a pranojmë të gjithë që në momentin kur një parti merr për herë të parë pushtetin, ai është piku i saj politik, sepse çdo pushtet konsumon. Dhe arrin që nga votat e 2013-ës të rritet, ndërkohë që varfëria rritet, kjo nuk ka shpjegim politik. Kjo e gjen shpjegimin dhe unë këtë po të them. Unë nuk them që ajo parti nuk ka 550, 600, 650.000 vota. Por, nuk shikoni arsye që tjetë në këto shifra, në këto nivel. Sistemi që ajo ka ndërtuar, që është një sistem ku shteti me partin janë bërë bashk, arrin të gjeneroj 150.000, 200.000 vota plus. Unë me këtë nuk them që Partia Demokratike me 500.000 vota fiton zgjedhjet, por dua të them që rezultati mund të ishte shumë më i ngushtë, aq aty sa për të vënë në diskutim dhe 71 mandatet në parlament. Romeo, problem sistemi, problem kapja shtetit nga Partia Socialiste, apo problem opozita që nuk frymëzon? E biton, mja përshikohë. Pa tjetë. Të barabartë me mua. Ju ka marrë që të japë kohë, ju që t'ju marrë kohë. E ndirës i japë dhe kohë nga kohë ime. Të kthehemi të pika ku e ndira tha, me plot drejtë, e drejta individit. Po të drejtën time, që nuk duat qeverisim nga këto dy partit, që është e drejta e shumë shqiptarëve, dhe po të flasim me shifra, i bi që është e shumicës shqiptarëve. E të paktën 58% që s'kan votuar. Se 22% ka votuar, dhe në këto 22%, PD-ja ka ato vota që ka dhe PS ato që ka. Pra për mua, në konceptin që duhet ketë një lloj legitimiteti votimi, duhet të shkaluar të paktën 50%. Po ta konsiderojmë vendin tani një lloj ndërmarrje, ku vendimet kryesore merren me shumicën. Paktën me shumicën minimale. Në këtë kuptim, kush i ka siguruar drejtat e një individi? Këtu flasim që të dyja forcat politike kryesore që zotrojnë dhe që kanë instaluar këtë retorik, fajin ti e jo fajin unë, korupcioni jot, kur jeti pushtet është i papërnushëm, po kur jam unë është gjë e mirë shumë e më lezeton, ose kur bëjmë bashkë, s'ka problem, jemi në heshje atje tjerë, duke blerë dhe media dhe oligarkët i kanë bashkë, e të mos e luajnë fare temim, oligarkë komplet bashkë, vjedhin bashkë dhe përfitojnë bashkë. Jemi këtu, nuk na hedhin dot të më thënë. Edhe tani të referohemi historikut që unë kam paktën në marrëdhënie edhe me gazetarë politikanë nga Brukseli. Zgjedhjet më të poshta në Shqipëri, që nuk përmendet, janë zgjedhjet lokale të vitit 2011. Ku me dhunë, nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë ndryshuar rregullat. Tani, a janë të mira ato rregulla apo s'janë dhe kanë ndryshuar rezultati? Ne nuk e përmendim, ne përmendim 96. Është viti 2011. S'mund të ndryshosh mënyrën e menaxhimit të zgjedhjeve dhe këta e kanë të huajt, e mbajnë shënim. U quajtën të vlefshme votat që ishin hedhur. Edhe një herë, u ndryshua rezultati për kryetar bashkie. Një rregull që më pas u vendos në ligj. Zysha ime ndira, të lutem. U vendos në ligj, nuk ishte e bardhë dispozita. Ke dhënë leksione që ti ka marrë shënim shumë mirë, edhe kështu që mos mirëzo tani ato. Tani vazhdojmë. E ndira është personalitet paktën drejtë administrative edhe këtjera. Prandaj kemi ftuar. Ja, unë kam mikë të vjetër dhe
Tani edhe është kënaqësi që jam me ndirë sot. Faleminderit. Unë mendoj që këtu vërtet jemi në një absurd, ku nuk qeverisemi mirë, ku vendi nuk ka dalë nga stadi i nevojës, se po të kishte dalë vendi nga stadi i nevojës, ne do të kishim një rikthim të popullsisë nga jashtë brenda. Këta, çfarë them unë ty, pjella më e keqe e racës tonë shqiptare, e kanë çuar shqiptarin në stadin e nevojës, e kanë denatyruar. Dhe o do votosh për interesat ngushta, o do votosh për frikë, o do votosh për pushtet, e për trashur 4-5 fshatar në kuptimin e dytë, jo në kuptimin e origjinës, që janë bërë oligark. Kupton? E që trashën dhe që nuk e dinë se ku po shkojnë, edhe çfarë fundi do kenë. Absurdi është